modelet më të mira i kemi nga qeveria, dhe ajo që unë besoj që biznesi duhet bëjë një orë më para është edhe për të ulur pak atë rrezikun që vjen nga hapja e madhe e inteligjencës artificiale të madhe apo teknologjisë që u bën të tërë që mund të punojnë kudo dhe të konkurrojnë me botën dhe të kemi avantazhe shumë më të mëdha duke qenë nga shtëpia. Atë që unë besoj dhe e them me zë të lartë është që ne jemi në një pozicion që ne duhet punojmë fort me njerëzit. Duhet të punojmë jashtëzakonisht, çdo kompani duhet investojë tek njerëzit që ka brenda. Duhet investoj sepse s'ka rrugë tjetër. A do të ikin këta, ka shumë mundësi të ikin. Por ti nuk e ke mundësi me njerëz të pa trajnuar, me njerëz të pa mësuar, me njerëz që nuk duan të ecin. Pra, unë besoj duhet me njerëzit që kemi këtu, duhet patjetër të punojmë dhe t'i kthejmë në persona të cilët janë realisht në standardet profesionale që duhet që po na kërkon tregu që po hapemi me botën.